Unë jam profesor Kledi dhe sot do t'ju tregoj një qetje mid-skin fade. Është një nga qetjet më klasike dhe më të kërkuara për meshkujt. Hajde ta realizojmë së bashku. Gjithmonë kur nisim mid-skin fade-in, zera nuk bëhet as në fund tek low, as lart tek high, por bëhet në mes. Edhe tek pjesa mbrapa duhet kemi kujdes që zera mos e ngrim shumë lart. Gjithmonë zerën sa më poshtë që të dalë drejtia sa më e zbardhur, pra sa më e butë. Pasi mbarojmë zerën, vazhdojmë me pastrimin e pjesës poshtë. Siç e kemi lënë si fillim bëhet visa, më pas pastrimi. Pasi mbarojmë të, gjithmonë pastrojmë klientin, sepse shikoj se është bërë do filloj t'i haj qafa. Pasi mbaruam me zerën, e pastruam komplet pjesën po, tani do vazhdojmë me njishin, me levën hapur që bëhet 1.5 dhe do ecim te 1 gishtë e gjys lart. Gjithmonë makina me dalje. Pasi mbaruam me njishin me levën hapur, tani do bëjmë njishin me levën mbyllur, por kujdes pa shkuar deri te njishi hapur, pak më poshtë edhe kjo me dalje. Pasi mbaruam me njishin, tani do vazhdojmë me zero pjesën e makinës, që është makina me levën hapur. Pasi bëm 0.5, tani do heqim këtë vizën e hollë që ngelet më poshtë, që do heqim me 0.3 edhe 0 viza e hollë që ngelet në fund fare. Pasi mbaruam 0.5-ën, i hoqëm edhe vizën, tani do përdorim ndërmjetësuesin e vogël, që përdoret për të hequr vizën midis njishit edhe 0.5-ës, që është kjo viza që duket këtu. Pasi mbaruam edhe me ndërmjetësuesin e vogël, tani do merrem me pjesën lart, që do e bëjmë kër makinë. Pasi mbaruam me pjesën e fade-it, tani do vazhdojmë me pjesën e prerjes lart. Si fillim e lagim logon mirë. Tani do vazhdojmë me ndarjen e seksioneve. Në këtë rast do e ndajmë në 3 pjesë. Tani që ndam seksione, klienti e don që pjesa para të jetë më e gjatë se pjesa mbrapa. Dhe kapim në këtë formë. Do mundohemi gjithmonë që këndi i gishtave të jetë këtu më lart edhe të vjerë në këtë formë.
Pse ashtu si do pritet seksioni I parë do vinë të gjitha seksionet me radhë, pra këtë formë do ketë floku komplet. Bëjmë prerjen kryesore që është edhe udhëzuesi për të dy anët tjera, pra me këtë prerje do ecim edhe anësore që do I shkujtojmë në njëjtën formë. Gjithmonë tek pjesa mbrapa duhet kemi kujdes që të ruajmë këndin e kokës, pra të mos I mbajmë gishtat të pothitura me lëkurën, por të mbajmë këndin që duhet, që të lidhet me fejtjen edhe pjesa këtu të jetë me volum. Pasi mbarojmë me pjesën lart, tani do kontrollojmë pjesën anësore, pra flokët lart me fejtjen anësore që të lidhen sa më mirë bashkë. Si fillim I krevim, to mund t'i kalojmë edhe me ralluse, prandaj gjë të vogël po preferoj më shumë me gëshëret perse. Pasi mbarua me pjesën e gëshërës fejdit, tani është radha e kontureve. Gjithmonë bëni kujdes te konturet, siç e kemi thënë, një gisht ta mbajmë që mos na dridhet dora ose na lëviz, edhe vetëm t'i japim, t'i bëjmë harkun sa më pastër, sa më bukur. Pasi mbaruam me pjesën e konturit, tani do vazhdojmë me stilimin e flokut lart. Për stilimin e flokut kam sjellur gjelin Spider të marmëras, gjithashtu edhe llakun, po ashtu edhe kjo e marmëras. Këto të dy e gjen në dyqanin tonë të Berberal. Shpresoj t'ju ketë pëlqyer kjo video, mos harroni të na bëni like, subscribe dhe share në kanalin tonë të YouTube, gjithashtu edhe follow në rrjetet tona sociale, Instagram, TikTok edhe Facebook. Komentoni çfarë lloj qepjes doni të shihni në vazhdim. Shihemi në video e ardhshme.